Herën e fundit që ishte në Prishtinë, kryetaria e dhomave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova, e anuloi takimin informues të paralajmëruar me gazetar. Kështu vendos për shkaqe sigurie, sepse jashtë objektit ku do të mbahej takimi, po mbahej proteste organizuar nga organizata e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pikërisht këtë rast e mori shembull Trendafilova për t'u arsyetuar pse Prishtina dhe Brukseli kanë rënë dakord të zhvillonin procedura gjyqësore jashtë Kosovës. Ndërsa shtoi se nuk mund të ushtrohet presion ndaj gjykatës në këso mënyrash. Protesta tregoi se sa e vështirë do të ishte të garantoheshin gjyqe të sigurta, si dhe zhvillimi i qetë dhe pa pengesa i procedurave gjyqësore, nëse procedurat do të zhvilloheshin në Kosovë. Është gjithashtu jashtëzakonisht e rëndësishme të dihet se sa rëndësi kushton gjykata mbrojtjes së dëshmitarëve dhe viktimave. Nëse njerëzit kanë frikë ta tregojnë historinë e tyre në gjykatë, ose nëse u bëhet presion për të ndryshuar dëshminë e tyre, do të jetë më e vështirë për gjyqtarët të përcaktojnë të vërtetën. Kjo deklaratë gjatë intervistës së Trendafilovës në mediumin Kosovo Online nxiti reagim të OVL-UÇK-s. Në postimin e publikuar në Facebook përmenden 3 fakte me të cilat thonë se deklarata e kryetarës së dhomave të specializuara të Kosovës është e pabazuar dhe e pavërtet. Në Kosovë janë zhvilluar me 10 gjykime ndaj shpistarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime lufte, fillimisht nga UNMIK, pastaj nga ULEKSE dhe më vonë nga gjykata vendore. Këto procese kanë përfshirë hetime, arrestime, gjykime dhe dënime konkrete. Në asnjërin prej tyre nuk është dëshmuar ndonjë rast sistematik të friksimit të dëshmitarëve, aq më pak të ketë pasur rrezik për jetën e tyre. Ky realitet fakton qartë se ka ekzistuar atmosferë për gjykime edhe në Kosovë, madje edhe në kohën shumë më të ndjeshme se sot, menjëherë pas luftës kur emocionet dhe pasojat ishin ende të freskëta. Në intervistë, Trendafilova paralajmëroi edhe vizita të tjera në Kosovë.